Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit Risalet ibn al-Qayyim ila ahad ikhwanihi, pra këshillën, porosin që Ibn Qayyimi rahimahullah, pra mesazhin me Qayyimi që Ibn Qayyimi ja ka dërguar njërit prej vëllezërve të tij, që ka këshilluar për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kemi vetë vëllezër të këshillat e arta, këshillat e vyera që Ibn Qayyimi ja ka drejtuar këtij vllajt vetë musliman. Kemi marrë disa prej tyre këshillave. Kemi mbetë tek fjala e Ibn Qayyimit rahimahullah, ku thot: "Wa amma al-mun'amu 'alayhim", sa për këtë thot atyre që Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar me të gjitha të mirat. Po që Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Kush janë këta? Thot: "Fahumul ladhina manna Allahu 'alayhim bi ma'rifati al-haqqi 'ilman", janë ata që Allahu subhanahu wa taala i ka begatu me e njoft hakun në aspektin e dijes, për në aspektin teorik. Wa bil inqiyadi ilayhi wa itharihi ala ma siwahu amalan. E po ashtu i ka begatu Allahu subhanahu wa taala që miu nënshtru hakut. Dhe nuk jafton pra vetëm me ditë, mirë po e kanë njoft hakun, edhe ju kanë nënshtru hakut, edhe i kanë dhanë përparësi ndaj çdo gjëje tjetër, të vërtetës. Amalan do thot në aspektin, shikon e tash në aspektin praktik. Thot Ibn Qayyim: "Wa haula'i humul ladhina ala sabilin najah." Vetëm tillët, vetëm këta njerëz janë në rrugën e shpëtimit. "Wa man siwahum ala sabilil halak." Kush do tjetër përveç tyre janë rrugën e shkatrimit. Thot: "Wa lihadha amarana Allahu subhanahu an naqula fi kulli yawmin wa laylatin 'iddata marrat." Pikrisht për këtë arsye, për rëndësinë e kësaj që ka kjo, thot Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që çdo ditë disa herë brenda natës dhe ditës ta përsëritim pra gjatë namazit kur lexojmë Fatihan ajetin ihdinas siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alayhim, rrugën e atyre që ti o Allah i ke begatuar me të mira, ghayril maghdubi alayhim, e jo rrugën e atyre që e kanë tërheq kundër vetes zemrimin tënd o Allah, do me cilë të Allah i zemrum. Walad dallin, as rrugën e atyre që janë devijuar nga rruga e vërtetë. Kemi sqaruar vëllezër këto dy pika në dersin e kaluar. Pra zëbra Ibn Qayyim rahimahullah, siç e morëm derset e kaluara, na sqaroi se cili njeri është dall, cili njeri është i devijuar nga rruga e drejtë, edhe cili njeri është el maghdub alej, cili njeri është që e ka tërheq kundër vetes zemrimin e Allahut, pra me cilin Allah është i zemruar. Edhe e morëm dhe kemi cek se devijimi edhe ku njeri devijon edhe e meriton zemrimin e Allahu subhanahu wa taala, këto dy vetit këqija burojnë nga dy defekte smundje e që janë gafleti, shkujdesja në raport me Allahun, shkujdesja në raport me botën tjetër e kështu me radhë, edhe ittiba'ul hawa, pasimi i epsheve. E tash do të thotë Ibn Qayyimi po na sqaron se kush janë ata njerëz që Allahu i ka begatuar me të mira, kush janë ata njerëz që Allahu i ka ruajt nga këto dy defekte të mëdha, që janë gafleti, shkujdesja në raport me Allahun edhe në raport me botën tjetër, edhe shkujdesja e pasimit të epsheve. E po thot: "Wa amma al-mun'amu 'alayhim", sa i përket atyre që Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar me të mira, thot këta janë ata që Allahu i ka begatuar me e njoft të vërtetën në aspektin e dijes, në aspektin teorik. Pra kanë mësuar, e kanë njoft vërtetën. Andaj si rezultati i kësaj kanë shpëtuar nga defekti i parë vëllezër, e që është gafleti. Kanë shpëtuar nga shkujdesja. Thot: "Wa bil inqiyadi ilay", edhe i ka begatuar Allahu subhanahu wa taala që jo vetëm e njoft vërtetën, mirë po edhe miu nënshtruar të vërtetës, edhe me i dhanë përparësi të vërtetës ndaj çdo gjëje tjetër, amalan në aspektin praktik. Andaj kur i kanë bërë bashkë të dyja vëllezër këta njerëz, cilët Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar me të mira, kanë dalë të shpëtuar. Kanë dalë shpëtuar nga pasimi i epsheve, edhe nga gafleti. Do thotë Allahu subhanahu wa taala vëllezër këta njerëz i ka ruajt, i ka mbrojt
nga gafleti. Pse? Nga shkujdesja, pse e kanë njoftë vërtetën, kanë pas njohurit për të vërtetën. E po ashtu Allahu subhanahu wa taala i ka mbrojt edhe i ka rujt nga pasimi i epsheve. Që do të thotë se me qatë vërtet që e kanë njoftë, kanë punu. Kështu që kanë shpëtu nga pasimi i epsheve. Nuk i mba prej atyre me cilët Allah është i zemrum, cilët e njohin të vërtetën, mirë po nuk e pasojnë. Kështu dhe pra këta njerëz kanë ba bashkë me styre dy kërkesave madhështore. Kanë pas njohuri lidhur me gjanat që sjellin dobi këtë botë edhe në botën tjetër, pastaj dijenin e tyre lidhur me këto gjëra që ju sjellin dobi në këtë botë edhe në botën tjetër, kësaj dijenie i kanë dhënë përparësi vëllezër ndaj çdo gjëje tjetër edhe e kanë pasu. Edhe ju kanë nënshtruar. Andaj, si rezultat i kësaj, vetëm tillët kanë me kanë rrugën e drejtës. Vetëm tillët janë rrugën e drejtë. Vetëm tillët e meritojnë që Allahu subhanahu wa taala me i begatu me të mirat e tij. Këta janë ata që vëllezër Allahu i ka përshkruar në ajetet e surës Al-Fatiha, na ka urdhëruar që me lyp prej tij subhanahu wa taala rrugën e këtyre njerëzve. Ihdinas siratal mustaqim. O Allah na udhëzon rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alehim. Rrugën e atyre që i ke begatu me të mira. Ghayril maghdubi alehim, jo rrugën e atyre që i zemrum me ti Allah, që i zemrum me ta ti Allah, që do thotë se e kanë njohur vërtetën mirë, po nuk e kanë pasu, wala dhalin, as rrugën e të humburve, që nuk kanë pas dijani për të vërtetën edhe e kanë adhuruar Allahun me jehel, me ignorancë. Thotë Ibn Kaimi, vetëm këta njerëz thotë janë ala sabilin najah. Vetëm këta njerëz që i kanë bërë bashkë dy cilësi, janë rrugën e shpëtimit. Thotë wa man siwahum ala sabilil halak. Çdo kusht tjetër përveç tyre është rrugën e shkatrimit. Thotë për të arsye Allahu subhanahu wa taala thotë na ka urdhëruar se çdo natë dhe ditë disa herë me lezu ajetet brenda namazit, ajetet e surës Al-Fatiha, pra ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim, ghayril maghdubi alehim waladdallin. E këto vëllezër nuk janë vetëm ajete që lexohen, nuk janë vetëm që ti me e pas namazin e sakt. Se e dim se një për shtyllave të namazit është leximi i Fatihas, pa cilën namazi nuk është i sakt, nuk është i vlefshëm, siç thuan hadithe. Po nuk është vetëm ky qëllimi vëllezër. Shkon pse ta ka obligu Allahu pikërisht me lexu surën Fatiha, në mesin e cilës është kjo lutje madhështore, pse me përsërit 17 herë, mas pakti brenda natës edhe ditës, sa është numri i rekateve farz. Pikërisht për këtë vëllezër. Për rëndësinë që e ka udhëzimi në rrugën e Allahut. Sa vëllezër dietarët e kanë përmend se njerëzve duhet më usqaru se këto ajete nuk janë thjesht vetëm ajete, mirë po janë lutje drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Po të më aba me dije që kur ta lexojnë, kur ti lexojnë këto ajete me ndje, që janë ajete, që janë lutje drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Lutje e cila të përsëriten disa herë. Jo thjesht vetëm ajete që i lexojmë siç tha me pas namazin e sakt, edhe me i lexu ashtu, edhe pa i ndje, edhe pa e ditë se çfarë kuptimi madhështor përmban. Po shkon do të po ihdina siratal mustaqim. O Allah na udhëzo në rrugën e drejtë. Do thonë tregona udhëzona se ka është rruga e drejtë, e pastaj jepna sukses që me pasu këtë rrugë edhe me kanë qëndrueshëm edhe stabil këto, mos me deviju prej saj. Pse ja bën këtë lutje Allahu subhanahu wa taala 17 herë mas pakti brenda natës e ditës, që me kanë prej shtyre el mun'am alehim, që i ka begatu Allahu me të mira, cilët kanë bërë bashkë mes dijes rreth vërtetës edhe pasimit të saj. Sepse ti e din si musliman se nuk mundesh me kanë prej tyre nëse nuk ki dije rreth vërtetës, edhe nëse nuk punon sipas vërtetës, nuk e pason vërtetën. A ne vëllezër me thjeshtësu këta, njeri i cili udhton drejt Allahu subhanahu wa taala, nëse ka dije lidhur me të vërtetën, edhe e pason të vërtetën, të përfshin që kjo ajeti Allahu subhanahu wa taala. Ki me kanë prej atyre që Allah i ka begatu me të mirë. Nëse je që ke dije për të vërtetën, mirë po nuk e ndjek të vërtetën, nuk e pason, ki me kanë min el maghdubi alehim, prej atyre me cilët Allah është i zemrum. Nëse nuk ki dije, edhe punon pa dije, atëherë je dhal, je i devijum, je i humbur nga rruga Allah. Dëmoni e adhuron Allahun me jehel, me ignorancë. Por ose pra
Këta njerëz për asqaron këtë Ibn Kaimi janë ata që janë rrugën e drejtë. Që kjo është rruga e drejtë, që kush do ecë në këtë rrugë ka me kanë i udhëzuar. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra është rruga atyre që kanë bërë bashkë mes dijes edhe mes punës. Pra në moment që ti e vendos këmbët e tua në këtë rrugë, edhe fillon me ecë këtë rrugë, atëherë dije se je në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe shumë shpejt pritet me arrit tek synimi që është Allahu, edhe xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Edhe nuk duhet mundi i vetmuar se pasust apo ata ndjekësit e kësaj rruge janë pak. Pse se ti je në rrugën e pejgamberëve. Kush janë këta që Allah i ka begatuar me të mirën, na ka sqaruar Allahu? Janë profetët, njerëzit e vërtet, sinqert, janë devotshmit edhe janë dëshmorët. Domthonjë ti je duke ecë rrugës tyre. Andaj pse njeri mundi i vetmuar vëllazër? Për çfarë arsye? Të shikoni domthonjë rrugën e kujt je duke e ndjek. Andaj vëllazër, pra na kur të lexojmë këto ajete disa herë brenda natës edhe ditës, që tham 17 herë mas pakti, duhet mund dalë edhe me medituar këtyre kuptimeve madhështore, edhe këtyre lutjeve madhështore, sepse kemi, siç ta marrim me poshtë, nevojë domosdoshme, sikur për ushqim edhe për pije, për frymarrje, kemi nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllazër Ibn Kaimi rahimahullah vazhdon edhe na sqaron domethënë kuptimet madhështore që i ka udhëzimi në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Këto fjalë vëllazër të Ibn Kaimit që po i përmend këtë mesazh, këtë këshill, realisht vëllazër janë fjalë që na duhet mundal edhe me i meditu, edhe mos mungut edhe me reflektu rreth tyre shumë gjatë, mon gjërë e gjatë. Pse? Në atë mënyrë që sa që e lexojmë surën Al-Fatiha brenda namazit, e cila është surja më madhështore në Kur'an. Pra kur lexojmë këtë surë brenda namazit, qoftë namaz farz apo nafile, kjo surë vëllazër me lan ndikim tek na. Jo vetëm me lexu ashtu, po me pas ndikim, me ndje këtë lutje madhështore që përmban kjo lutje. Me ndje se ki nevojë domosdoshme për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shumë njerëz vëllazër janë ngaflet, janë shkujdesje, nuk e dinë se çfarë kuptime madhështore përmbajnë këto fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Muslimani nuk duhet me kanë vëllazër. Muslimani duhet me kanë si çel, duhet me kanë vigjilent, duhet me ditë se çka po lexon brenda namazit, çfarë po kërkon prej Allahut subhanahu wa taala. Pa shkon vëllazër Ibn Kaimi si na sqaron këto me tutje thot fa innal abda mudtarrun kull al-idtirari ila an yakuna arifan bima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Thot se robi Allahu subhanahu wa taala ka nevojë domosdoshme, patjetërsueshme, që me i ditë gjanat që i sjellin dobi në këtë botë edhe botën tjetër kur del para Allahut subhanahu wa taala. Sigur në këtë botë vëllazër njeri kur dëshiron me arrit diçka në synim, në objektiv, mëson për to. Mëson aspektin e dunjallahut, si kryhet një punë, në mënyrë që me përfitu pastaj. Ashtu çështja vëllazër është edhe me gjërat meselet e fesë. Ti vendos vetë një objektive që është me arritë Allahu edhe te bota tjetër, andaj çka duhet me mësu për rrugën e cila të çon te Allahu edhe te bota tjetër. Edhe kjo, siç po thotë Ibn Kaimi, është nevojë e domosdoshme. Kjo në aspektin teorik. Edhe si tham, kur ta mësojsh këtë, ata del nga rrethi korniza e njerëzve që janë gafilu, që janë shkujdesën, që ja kanë kthyr shpinën në botës tjetër. Mirë, pa mjafton vetëm kjo, nuk mjafton vetëm aspekti teorik vëllazër. Thotë wa an yakuna mu'athiran muridan lima yanfa'uhu. Edhe të njëjtën kohë, që ata që sjell dobi, ti me e dasht, me e dëshiru edhe me i dhanë për parësi ndaj çdo gjaje tjetër. Edhe e dyta mujtaniban lima yadhurruhu, mu largu, mu shmang nga gjanat që mundet me dëmtu. E kjo ka të bëjë tash vëllazër me cilin aspekt? Me aspektin praktik. E në këtë mënyrë shpëton nga pasimi i epshit. Nuk jemi pasues i epshit. Thot fa bi majmu'i hadhain al-amrayn yakunu qad hudiya ila as-sirat al-mustaqim. Nëse i ke bë bashkë këto dyja, atëherë je udhëzu në rrugën e drejtë. Që do të thotë se pse del njeri vëllazër, pse devion nga rruga Allahu subhanahu wa taala, kjo ndodh për shkak dy gjërave, dy elementeve. E para është dyshimet, e dyta është epshet, tekat e shpirtit. Përmes dyshimit vëllazër të prishet dija.
E përmes epsheve të prishet sinqeriteti, synimi, objektivi yt. Andaj pra vëllezër, pra këta njerëz të rrugës drejt, janë që kanë bë bashkë mes dijes dobishme edhe punës të mirë. Dija dobishme edhe puna mirë. Përmes cilës pastrohen shpirtat, gdhenden shpirtrat edhe arrin njeri shpëtimin e Allahut edhe lumturinë te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë Ibn Kaimi vëllazër, fa in fatahu ma'rifatu dhalik salaka sabila ad-dhalin. Nëse të ik njohuria për të vërtetën, nuk i dijeni ki me es rrugës njerëzve të devijum, që do thotë se kështu të prishet dija. Thot wa in fatahu qasduhu wattiba'uhu, nëse të prishet apo të ik aspekti praktik, do të thotë synimet që ai ki. Aspektin praktik edhe pasimi i fesë nuk e pason domthon hakun, nuk e pason të vërtetën, thot salaka sabila al-maghdubi alayhim. Patjetër ki me ndjek rrugën me atyre me të cilët Allahu është i zemrum. Pse? Se tash tu ka prish synimi objektivi, njeti që e ki. Edhe je ba njeri që i pason epshet e tua. Edhe bjen ndoshta nga njerë në nivel ma keq se kafshë. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, wa bihadha yu'rafu qadru hadha ad-du'a al-'azim. Përmes kësaj çaucek thot nas qarohet pozita e lartë që ka kjo lutje madhështore, thot wa shiddatul hajati ilay. Edhe çfarë nevoje të madhe kemi na për to. Wa tawaqqufi sa'adati ad-dunya wal-akhirati alayh. Dhe se na u bë qartë se lumturia e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër ndërlidhet me këtë lutje. Shkon çfarë fjalë madhështore, po thotë Ibn Kaimi. Apo do me kanë i lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër, përmbaju kësaj lutje. Lumturia jote sillet tek kjo lutje, që do thotë se nëse Allahu subhanahu wa taala të udhëzon rrugën e drejtë, e që është rruga e atyre që Allahu i ka begatuar me të mira, e nuk është rruga e atyre që me të cilët Allahu është i zemrum, e as rruga e atyre që janë devijum, atëherë ki me kanë i lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Dhe kjo na sqaron se domosdoshmëria e njeriut, nevoja e njeriut për këtë lutje, për sëritja e saj, që na ka bë obligim Allahu 17 herë brenda ditës mas pak, edhe me ndje, domethënë madhështinë e kësaj lutje. Kjo është diçka për te çdo nevojë domosdoshmërie tjetër që ai ke. Pse se kjo është lutja vëllezër më madhështore dhe më obligative. Nuk ka lutje që Allahu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta kanë bë obligim me lut Allahun me to përveç kësaj lutje. Me përsërit 17 herë vetëm ai sa është numri i rakateve farz brenda natës edhe ditës. Edhe këta e ka farz ain secili musliman. Pastaj Ibn Kaimi rahimahullah na sqaron vëllazër nevojën e njerit domosdoshme që e ka për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Se ti nuk mundesh mu pavarësu në asnjë çast për udhëzimin e Allahut dhe për Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, wal abdu muftaqirun ila al-hidayati fi kulli lahzatin wa nafas. Shkon çfarë fjalë madhështore. Thot robi Allahu subhanahu wa taala, thot ka nevojë, është i varfën për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala në çdo çast edhe në çdo frymarrje. Çdo frymarrje. Pse është kështu? Pse është kështu vëllazër? Sepse njeriu nuk është i sigurt për zemrën e vet. Se apo i ndryshon zemrën, apo fitnoset, apo devijon nga rruga Allahu subhanahu wa taala, apo lajthit nga rruga Allahu subhanahu wa taala, apo rrëmbehet nga dyshimet edhe epshet, që fatkeqësisht në kohën tonë janë shumë. Nuk duhet muni i sigurt vëllazër veten tënde. Nuk i garanci se ki me vdek në gjendje të udhëzimit. Nuk ta ka jep Allahu këtë garanci. Allahu subhanahu wa taala përkundrazi në Kur'an na mëson se si me lut ata. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti ynë, mos lejo që zemrat tona të shmangen nga rruga e drejtë pasi që ti na ke udhëzuar. Wa hab lana min ladunka rahma. Edhe na jep nga ana jote mëshirë. Innaka antal wahhab. Se me të vërtetë Allah je dhuruesi i madh. Vëllezër, vrem se lutja më e shpeshtë që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila ka qenë? Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala din. O Allah, ti që ndryshon gjendjet e zemrave, përforcoje zemrën time në fenë tënde. Ummu Salama radhiyallahu anha
kur e ka dëgjuar pejgamberi sa duke shpeshtuar këtë lutje, ka thënë: "O i dërguari i Allahut, apo ndryshoi kanë zemrat?" Ka thënë gjithsesi, nuk ka zemër veç është mes dy gishtave të Allahut, nëse don Allahu e përforcon. Thot Allahu i rrotullon zemrat, i ndryshon si don. Nëse don e përforcon rrugën e drejtë, e nëse don e devijon. Ai nuk ka garanci. Po ashtu disa sahabi kanë thënë: "O dërguari i Allahut, na të kemi besuar ty, edhe asaj me cilën ti ke ardhur, afrikosh për neve?" Ka thënë gjithsesi. Pra nuk ka garanci vëllezër. As për sahabit nuk ka pas. Andaj vëllezër, njeriu nuk do të muni i sigurt në asnjë çast, në asnjë frymari. Për këtë arsye ki nevojë domosdoshme që në çdo çast, në çdo frymari tane me e lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu me të udhëzoj. Ki nevojë në çdo çast që për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, për mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu me dhan stabilitet, me dhan qëndrueshmëri në fe, që Allahu me trujt, Allahu me dhan saktësi në vepra dhe në fjalë. Pra për gjitha këto ki nevojë vëllezër në çdo çast, në çdo frymari. Nuk mundesh mu pavarësu. Po Ibn Kaimi fi jami'i ma ya'ti wa yadhar. Për gjitha këto ki nevojë në çdo gjë që e vepron edhe nuk e vepron. Gjithmonë ki nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Tash Ibn Kaimi vëllazër, më poshtë siç do ta dëgjojmë, na e ka sjell disa detaje madhështore dhe shumë dobishme, cilat na sqarojnë se çka është kuptimi i udhëzimit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E ndaj këtij kuptimi tregohen shkujdesur apo të paditur shumë për njerëzve sot, sepse mendojnë se udhëzimi i Allahut është i kufizuar vetëm në një aspekt, do të thotë që njeri me kanë krejt, domethënë ja ka kthy shpinën, pastaj e udhëzon Allahu subhanahu wa taala, edhe hin fen e Allahut, edhe fillon me praktiku, domethënë e fokusojnë, e kufizojnë udhëzimin e Allahut vetëm këtë aspekt. E kjo nuk është vëllezër. Udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala ka kuptim të gjerë vëllezër. Sa Ibn Kaimi rahimahullah, vëllezër na I përmend gjitha këto kuptime, cilat I përfshin fjala el-hidayah, pra udhëzim prej Allahut subhanahu wa taala. Pse thotë sepse njeriu thotë është bejne umurin la yanfakku anha. Njeri gjatë jetës vet ka të bëjë apo është brenda disa çështjeve që s'mundet kur më shkput prej tyre, andaj ka nevojë gjithmonë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Tash na I rendit vëllezër cilat janë ato. Thotë e para, thotë janë gjërat që ai I ka kryer jo sipas udhëzimit, jahlan, thotë nga ignoranca. Andaj thot ka nevojë që me kërku prej Allahu subhanahu wa taala udhëzim, që Allahu më udhëzoj drejt hakut vërtetës në ato gjëra. Shkon dhe sa punë njeriu I kryen me vite të tëra, ton jetën ndoshta e çon to, edhe mendon se është duke bë mirë, po realisht ato janë këtë kundërtën e të vërtetës edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mendon se janë hak, mirë po realisht janë krejt në kundërshtim me udhëzimin me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj çfarë e me kuptues, na e kuptues se ti ke nevojë gjithmonë me e lut Allahun që Allahu më të udhëzoj, që Allahu më ta shfaq se ku është e vërteta, me ta zbulu të vërtetë, që Allahu më ta largu ignorancën lidhur me fenë e Allahu subhanahu wa taala edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ibn Kaimi vazhdon thotë e din se ku është udhëzimi, e din se ku është e vërteta, mirë po thot e vepron të kundërtën amdan, qëllimisht e kundërshton të vërtetën apo udhëzimin. Andaj thënë këtë pikë ka nevojë që Allahu me udhëzu drejt pendimit. Disa njerëz që shikone, e din ku është e vërteta, e din ku është udhëzimi, mirë po qëllimisht e kundërshtojnë, tregohen të pabindur. Andaj për çfarë udhëzimi kanë nevojë këta njerëz? Këta njerëz kanë nevojë që Allahu më udhëzoj që mu largu nga rënja në kundërshtim të urdhave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qëllimisht. Edhe më u pendu nga një veprim I tillë. Tjetra thotë Ibn Kaimi, thot ka gjëra që njeriu lidhur me to thot nuk e din se ku është udhëzimi. Cili është aspekti I udhëzimit në ato gjëra? Në aspektin teorik
as në aspektin teorik, as në aspektin praktik. Do thotë i ka humb udhëzimi drejt dijes për ato gjëra, njohurisë për to, e po ashtu edhe synimi tyre, dëshirimi tyre edhe praktikimi tyre. To s'ka udhëzim to, as në aspektin teorik, as në aspektin praktik. Andaj për çfarë udhëzimi ka vëllazër nevojë ky njeri? Për dy aspektet. Ka nevojë që Allahu me udhëzu në aspektin e dijes edhe në aspektin e veprimit. Pra do të them teorik edhe praktik. Thot ose ka çështje, njeri gjatë jetës do të përballet me çështje që Allahu e ka udhëzu drejt tyre me një aspekt, mirë po jo edhe me një aspekt tjetër. Me një pjesë po, një pjesë i ka mbet ende pa udhëzuar to. Thot fa huwa muhtajun ila tamamil hidayati fiha. Andaj ka nevojë që Allahu më jep udhëzim plot në ato gjëra. Çfarë do thotë kjo? Shkon të nga një herë, njeri ka dije, ka largëmsi lidhur me një çështje për çështjeve të fesë. Mirë po, dija që e ka është e mangët, nuk është e plot. Andaj ka nevojë që Allahu subhanahu wa taala më ashtu dijen vëllazër. Lidhur me atë mesele apo mesele tjera që i ka gjysmake, i ka në gjysmë, mënyrë që mi u plotësu udhëzimin aspektin teorik, e pastaj prej kësaj mi u plotësu edhe udhëzimin aspektin praktik që me veprumet. Çka ka urdhëruar vëllazër Allahu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Kur'an me thonë wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Zoti im, ma shto dijenin. Kan thënë dietar, Allahu nuk e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që me shtu diçka nga jeta e kësaj bote kur gjë tjetër përveç dijes. Wa qur rabbi zidni ilma. Tjetra thot Ibn Kaimi, apo thot ka çështje që njeriu në jetën e kësaj bote është udhëzuar drejt origjinës, bazës tyne e jo detajeve. Andaj thot fa huwa muhtajun ila hidayati at-tafsil. Ka nevojë që Allahu me udhëzu drejt tyre detajeve. Qysh vëllazër, me marr një shembull praktik. Një njeri Allahu subhanahu wa taala e ka udhëzu drejt metodologjisë brezave të parë të Islamit, akidës selefus salih, ehlu sunna wal jamaa, e ka udhëzuar Allah në formë përgjithshme, thonë e din se që kjo rrugë është rruga e drejtë, është rruga dhënë udhëzume, që na duhet me e pasu. Në veçanti lidhur me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Do të tash ky njeri është në origjinë është në akidën e brezave të parë të Islamit, besimin, metodologjinë që e kanë pas ata. Megjithatë, shkon është udhëzuar, domethënë që të origjinën në bazë, mirë po, lidhur me detajet e kësaj rruge, vëllazër nuk ka dijeni. Do thotë është udhëzuar për një aspekti, mirë po për një aspekti ka me çka gjysmak. Ka nevojë për udhëzim tjetër. Andaj për më u plotsu udhëzimi, ju jep udhëzimi plot, ka nevojë me i ditë vëllazër edhe ato detaje. Siç e morëm, veçanti do lidhur me për shembull emrat dhe cilësitë e Allahut, ku ka shumë domethënë kundërshtime lidhur me këto grupet e devijuara, pasuesve të bidatit edhe me brezat e parë të Islamit. Mirë po, von këtë njeri Allahu ka udhëzuar. E din që kjo është e vërteta, mirë po nuk ka dijeni, nuk din kur gjë lidhur me emrat dhe cilësitë e Allahut, nuk din kur gjë lidhur me parimet që i kanë sjell dietarët në këtë rrafsh, në këtë lami. Me anë cilave dallon domosdoshmë ku është e vërteta, ku është e pavërteta, në mënyrë që mos me deviju në të ardhmen. Andaj ka nevojë vëllazër për këtë dije të detajuar për këtë udhëzim që më jep Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vëllazër thotë Ibn Kaimi, thotë apo thotë Allahu e ka udhëzuar këtë njeri. Mirë po thotë e ka udhëzuar rrugën e drejtë, mirë po ka nevojë për udhëzim tjetër brenda rrugës. Shkon atë, brenda rrugës. Do thotë se thotë udhëzimi drejt rrugës është diçka. Me të tregu se ku është rruga, ka i bjen rruga, kjo është diçka tjetër. Mirë po udhëzimi se si me e kalu atë rrugë, qysh me hin to, ka me ecë, ka me shku, kjo është një udhëzim krejt tjetër. Orientim krejt tjetër. Edhe na i ka sjellë në shumë libra Ibn Kaimi shembull praktik për këtë. Për shembull njeriu e din ka i bjen rruga, mirë po nuk e din, do të thotë se cilat janë rrugë më të lehta, cilat janë më të vështira, ku janë vendet ku duhet munal patjetër me pushu, ku nuk bën me kalu, se aty për shembull ka bandit, ka njerëz që mundën me dal, me të lëndu, me ta marr pasurinë apo me të mbyt. Nuk e din se ku është vendi ku duhet kafshë me jap ujë për shembull.
Andaj nëse nuk I din gjitha këto gjana, hintin atë rrugë, mirë po çka shkatrohesh edhe dëmtohesh. Ndaj udhëzimi vëllezër drejt rrugës është diçka tjetër. Udhëzimi brenda rrugës, kjo është krejt diçka tjetër. Andaj ti ki nevojë edhe për këtë udhëzim prej Allahu subhanahu wa taala. Me të mësu Allahu me të zu qysh me ecë në këtë fe. Edhe në vepra vëllezër shikoni jeta është shumë e shkurtë. Ki nevojë që Allahu me të jep vëllezër larg pamësi, me të udhëzu me e ditë me cila vepra mu angazhu. Se nganjëherë njeri shikon vëllezër e ka udhëzu Allahu, ai angazhohet me punë të mira, mirë po për shkak mungesës së udhëzimit, angazhohet ndoshta me punë që I sjellin më pak dobi, kanë shpërblim më pak se sa tjerë. Andaj vëllezër na nuk kemi kohë me eksperimentu me jetat tona. Se jeta është e shkurtër, domethënë ti duhet sa të jenë këtë botë, me shfrytëzu mundësinë, edhe mu pajis sa më shumë me punë të mira, që kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala me dalë, domethënë me pas me çka me dalë. Se në ahiret nuk dilet vëllezër Allahu na rujt pa punë të mira. Nuk ka shpëtim atje pa punë të mira. Andaj ki nevojë që Allahu me të udhëzuar këtë botë, me tregu se me cilat punë më angazhu, cilat sjellin më shumë të shpërblime kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thotë Ibn Kaimi vëllezër, po ashtu thotë ka gjëra thotë që ka nevojë për to që Allahu me e mbajt të udhëzuar në ato në të ardhmen, ashtu siç është I udhëzuar në tashmen. Ka nganjëherë njerëzit, secili prej neve I kalojnë disa kohë edhe ka ambicje të mëdha, ambicje të larta, lidhur me dijen, lidhur me kryerjen e punëve të mira, edhe tash kur të pajiset me këtë ambicje të lartë, edhe me këtë vullnet energji të madhe lidhur me dijen rreth fesë edhe punimit, veprimit të punëve të mira, fillon në zemrën e tij vëllezër mi u shfaq frika edhe droja se mos po I rrëmbehen këto gjëra edhe po I ikun për shkak të fitneve të mëdha edhe gjërave që mundësi domos kohën që po jetojmë, do të epshet edhe dyshimet mundën me t'i largu këto begati që t'i ka jep Allahu subhanahu wa taala. Andaj nin veten tane frikë. Edhe më njëherë lind ai dëshira që ti me e lut Allahun subhanahu wa taala, që ashtu që është ka udhëzu këtë udhëzim me të arrujt edhe në të ardhmen. Me të bëjë qëndrueshëm ndije edhe në punë të mira edhe në të ardhmen. Po çush je tash I udhëzuar me kanë edhe në të ardhmen. Edhe mos me leju Allahu subhanahu wa taala që këto fitne me të largu nga dia edhe nga punët e mira. Pse vëllezër se me këto fjalë Ibn Kaimi vëllezër po na edukon edhe po na tregon se mos mendo, sikur po na thotë se mos mendo se vetëm se je I udhëzuar në rrugën e drejtë dhe ke filluar me në rrugën e udhëzimit edhe me ndjek rrugën e ehli sunetit, ki garanci se fundi ka me të ardhë mirë. Jo, kërkush si stam dhe nuk ka garanci, duhet me ba jetën mes frikës edhe mes shpresës, edhe me I marrë shkaqet dijen e dobishme edhe veprat e mira vëllezër. Edhe me lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu me të forcu derisa ta jap shfrymen e fundit jetën e kësaj bote. Sa vëllezër Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatahu, si transmeton Muslimi. Thot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vnis një punë të mirë, ma kur nuk u largu prej asaj pune. Gjithmonë e ka, kur nuk u nda prej saj. Pastaj të vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah thot njeri në jetën e kësaj bote nganjëherë thot përballet me gjëra që besimi lidhur me atë se çka është e vërtet apo e kot nuk ka domethënë dieni fare lidhur me këtë. Është I zbrazët nga një besimi. Nuk din domethënë çka është e vërteta, çka është e pavërteta. Andaj, ki nevojë që Allahu me të udhëzojë se ku është e vërteta. Gjëra shumë të vëllezër me tilla me cilat njeri përballet në jetën e kësaj. Nuk e din ku është e vërteta e çka është e pavërteta. Andaj ki nevojë që Allahu me të udhëzojë drejt vërtetës. Për shembull shumë gjëra, dikush pyetet, thotë çka mendon? A është që kjo e vërteta apo e vërtetë? Vallahi nuk di thot. Nuk kam lexuar për këto, nuk kam kur fat dienie për këto. Andaj ki nevojë që Allahu me të udhëzojë, me të tregu se ku është e vërteta, që ti me ndjek pastaj. Thot Ibn Kaimi, thot ka gjëra që njeri thot beson se është në udhëzim.
Shikoni, ai beson se është në udhëzim, mirë po thot realisht është në devijim. Është duke shku në devijim, edhe nuk e ndjen fare një gjatë tillë. Andaj thot ka nevojë që me zhvendos Allahu subhanahu wa taala prej atij besimi të kotë se është në vërtetën edhe me e qit në udhëzim, në hak. Pa prej Allahu subhanahu wa taala. Cili është shembull i kësaj? Shembulli më i qartë janë pasues të bidateve. Kanë esë në bidate me vite e dekadat shumëta, këtë jetën e kanë qenë to, 60 vjet, 70 vjet. Çdo ditë e adhuron Allahun subhanahu wa taala me atë bidat caktuar. Edhe kur e pyet, çka është kjo? Thotë kjo është prej veprave më të mira, më të vlefshme, me shpërblimin më të madh që të afrojnë më shumë te Allahu subhanahu wa taala. Shkon vëzër? Realisht çka? Ai është duke bani punë që nuk e pranon fare Allahu subhanahu wa taala. Mirë, pa ai mendon se Allahu po ja pranon. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Kur do të bëni punë, jo sipas fesë ton, udhëzimeve ti, ajo punë nuk do t'i pranohet, do t'i refuzohet. S'ta pranon Allahu subhanahu wa taala. Se janë dy kushte kyçe me të pranu vepra, vëllezër, kemi thënë këta. Sinqeriteti edhe pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pasur edhe shumë njerëz këtu, prej atyre që kanë qenë koka në inteligjencë, në zgjuarsi, edhe janë mashtruar me këtë zgjuarsi që ja ka jep Allahu me këtë mendje presi, sa që kanë hyrë në për filozofina të ndryshme, edhe krejt jetën e kanë çuar në atë gjendje. Mirë, po në fund të jetës i kanë rrapë pishmon, që e kanë çuar jetën ashtu dom. Edhe Allahu i ka mbuluar me butësinë e tij, mëshirën e tij, edhe janë pendu pak para vdekjes. Shkon ton jetën e ka çuar ato gjana të kota. Andaj vëllezër, njeri ka mundësi që ton jetën e tij e jeton bidat, edhe në bidate shumë të rrezikshme, edhe nuk e ndjen këta. Madje mendon se është në vërtetën, edhe se po afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Për të arsye vëllezër, për shejtanin, siç kanë thënë dietar, edhe brezat e parë të Islamin, më i dashur është bidati se sa gjunahu. Pse? Se njeri i cili bën bidat nuk mendon kur mu pendu prej tij, se mendon se është duke bë mirë, siç thamë është në udhëzim, edhe madje edhe i thirr tjerë drejt atij bidati, i nxit. Ndërsa ai që është duke bë gjuna, e din që është tu bë gjuna. Thotë unë jam gjunaçar, shpresoj që Allahu një ditë ka më fal, shpresoj që Allahu më udhëzo, shpresoj që Allahu më largu prej këtij gjunahu. Ndërsa ai që bën bidate vëllezër kur nuk mendon me u pendu. Për këtë arsye vëllezër, bidati është më i rrezikshëm shumë herë se sa gjunahu ndaj Allahu subhanahu wa taala. Thotë Ibn Kaimi, ka gjëra që njeri i ka praktikuar në jetën e vet në bazë të udhëzimit të Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po duhet patjetër me i udhëzu edhe tjerë drejt atij hajri, me i këshillu edhe me i orientu. Jo vetë me ka njeri egoist. Të ka udhëzu Allahu ty mirë, po duhet me i mëshiru edhe tjerë, me i udhëzu edhe tjerë. Siç ka thënë Zot Allahu wal asr, pashakoon, innal insana lafi khusr, me të vërtetë se njeriu është në humbje. Krejt njerëzit janë humbje. Me përjashtim vëllazër këtyre që i kanë këto cilësi, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Me përjashtim thot Allahu te atyre që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, wa tawasaw bil haqqi, e kanë këshilluar njëri tjetrin me u përmbajt vërtetës, wa tawasaw bis sabr. Edhe kanë këshilluar, kanë porosit njëri tjetrin me kanë durimtar. Që do thotë vëllezër nuk janë mjaftuar me këtë hajër që e kanë vetëm për veten e tyre, derisa e kanë bart edhe tek tjerë. Nuk janë treguar egoist. Por njeri vëllezër duhet me ia dashur mirën edhe tjerëve. Në xhenet ka vend për krejt. Pse mos më dash që edhe ai më kanë me ty në xhenet? Pse mos më dash që edhe ai tjetri më kanë i udhëzuar në rrugën e drejtë? Andaj asesi nuk duhet me mendu vëllezër se ke mësuar për fenë e Allahut, po praktikon fenë e Allahut edhe kaq mjafton, jo. Shikoni tash udhëzimi tjetër, patjetër duhet me i thirr njerëzit drejt kësaj dije edhe drejt vërtetës, aq sa ki mundsi. Aq sa ki mundsi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Shikoni çfarë shpërblimi vëllazër. Kur do të thirr drejt udhëzimit,
e ka shpërblimin e atyre që punojnë sipas atij udhëzimit. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu ala al-khairi ka fa'ilihi. Ai që orienton të tjerë drejt hajrit, drejt mirësisë, është sikur ai që e punon ata. Njëjtë. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau aya. Përcillni prej meje qoftë edhe një ajet. Për shkak të kësaj sure madhështore që përmend sura Al-Asr, tregon se njeri vëllezër është në 4 lufta apo në 4 nivele të luftës. Lufta e parë është me vetveten. E lufton veten që më mësu për fenë e Allahut, me pas dije lidhur me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e lufton veten që me punu vëllezër, sipas asaj dije. Pastaj e lufton veten që me i thirr njerëzit drejt asaj dije, drejt atyre veprave. Edhe fundit sabri vëllezër, durimi, duron ndaj lëndimeve, ofendimeve, pse se ai që i thret njerëzit drejt Allahut subhanahu wa taala, patjetër se unë ku më përball me lëndime, me ofendime pe tjerë. Po duhet me duru vëllezër, duhet me duru. Shtada që të realitet po mundohet vëllezër këtë Ibn Kaimi më na sqaron. Andaj thot, fa ihmalu dhalika yafutu alayhi min al-hidayati bihasbihi. Nëse tregosh i shkujdesur në këtë aspekt, nuk i thirr njerëzit drejt udhëzimit Allahu subhanahu wa taala, komë të mangësu udhëzimi i Allahu subhanahu wa taala ty, varësisht se sa ti e tregu i shkujdesur në udhëzimin e tjerëve. Na jemi tash duke mësuar këtu për këto këshilla madhështore të Ibn Kaimit. Kush prej neve tash, mas kësaj ligjërate, mas këtij dersi, qohet apo është duke menduar që kur qohet prej dersit, përfundon dersi, me shku tek shtëpia, me shku tek familja, tek djali, tek bashorti, tek bashortja, tek baba, tek nana, tek kujshia, tek kolega në punë, edhe mia përmend qoftë edhe një këshill apo një fjalë që e ka dëgjuar sot. Bënja vetit këtë pyetje. Nëse bën kështu, vepron, edhe përcjell ta që a dëgjon tek tjerët, atëherë dije se je prej atyre që thrasin drejt rrugës Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Ibn Kaimi rahimahullah, ashtu siç kur njeri i udhëzon tjerët, i mëson tjerët, i këshillon tjerët, thot yaftahu lahu bab al-hidayah. Po në tregosh i shkujdesur, komë të mangësu udhëzimi. Tregosh i shkujdesur në udhëzimin e tjerëve, Allahu ta mangëson udhëzimin. Je i përkushtuar që me udhëzu tjerët, me këshillu, me orientu, Allahu të hap dyert të udhëzimit. Pse? Thot fa innal jazaa min jinsil amal. Shpërblimi është në bazë veprës. Ke ba mirë, ki me gjetë mirë. Thot Ibn Kaimi, sa herë që ti udhëzon tjerët, i mëson tjerët, Allahu të udhëzon edhe të mëson. Padyshim vëllezër që kjo është një dobi madhështore. Do të sa herë që robi Allahu subhanahu wa taala i këshillon robërit e Allahu subhanahu wa taala, i mëson për fenë Allahu subhanahu wa taala, i thret, është i përkushtuar që ata me kanë hajre në udhëzim, kret kjo është shkak që Allahu më të ndihmu ty, me të rujt, me të forcuar fenë e tij edhe me dhënë saktësi dhe korreksin fjalë dhe në vepra. Çata do vëllezër Ibn Kaimi rahimahullah, sa herë që njeri udhëzon tjerët edhe i mëson, Allahu ka më udhëzu edhe ka më mësu. Thot fa yasiru hadiyan mahdiya. Kështu bahesh udhëzues për tjerët edhe i udhëzuar vetvete. Si shohan lutjet vëllezër pejgamberi sa më ka lut shpesh Allahun, ka thënë wa ja'alna hudatan muhtadin. O Allah na bëj udhëzues për tjerët edhe të udhëzuar në veten tonë. Këto vëllezër, me këta për përmbyllim, janë pozita madhështore, nivele madhështore për cilat kemi nevojë secili prej neve vëllezër. Në aspektin e udhëzimit Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, siç tham, ne jemi njerëz dobët. Si thot Allahu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. O njerëz, ju jeni të varfër, keni nevojë domosdoshme për Allahun subhanahu wa taala. Në çdo frymarrje për frymarrjeve tona vëllezër, ti nuk mundesh mu shkput prej Allahu subhanahu wa taala. Në çdo lvizje prej lvizjeve tua. Pse se nëse Allahu vëllezër subhanahu wa taala nuk të udhëzon, nuk kujdeset për ty, ki me dështu. Për këtë arsye vëllezër, saksohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka lutur Allahun edhe ka thënë:
Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayn. O Allah, mos lejo që na më mbështet vetët tona asa një hapje e mbyllje e syve. Kush po e lutë që Allahun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllezër? Se në moment që Allahu të lën që ti më mbështet veten tënde, atëherë ty ka më të humb udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe ki me dështu. Edhe ki me shku drejt shkatrimit, edhe drejt humnerës. Nuk mundesh mu pavarësu prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj vazhdimisht vëllezër, duhet siç e morëm me elut Allahun subhanahu wa taala natë ditë që Allahu më të udhëzoj, që me i përfshi gjitha këto nivele të udhëzimit që na i ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah. Pra këta njerëz, edhe pse i kanë arritur këto pozita të larta, vazhdimisht e dinë se kanë nevojë domosdoshme për Allahun subhanahu wa taala. Nuk mundën mu pavarësu për Allahun subhanahu wa taala. Asa një hapje e mbyllje synit. Nuk mendojnë për veten e tyre se e kanë arritur atë përsosmërinë dhe tash nuk kanë më nevojë për udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Sado që arrin dhe zënjet ndije dhe në punë të mira, kur, siç e morëm, kur nuk mundesh mu pavarësu për udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe udhëzimi i fundit vëllazër, udhëzimi final, që ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah në disa libra të tij tjera, është se Allahu e udhëzon njeriu, pra ki nevojë për këtë udhëzim tjetër të Allahut, tash ki nevojë kur dilsh para Allahut që Allahu më të udhëzoj drejt rrugës drejt xhenetit. Do thot udhëzimi në ditën e Kiametit drejt rrugës Siratit e cili çon drejt xhenetit. Aty kanë më shpëtuar vëllazër besimtarë të sinqert. Ata që kanë esë në udhëzim në jetën e kësaj bote. Sa thot vëllazër Ibn Qayyim, kushdo që është udhëzuar në jetën e kësaj bote në rrugën e drejtë Allahu subhanahu wa taala, në atë rrugë me cilën Allahu i ka dërguar profetët edhe i ka zbrit librat, hudiye hunak, ko më të udhëzuar Allahu edhe atje në Sirat, në rrugën e Siratit, që është sipër xhenemit, edhe që s'ki çare pa kalu për me dalë në atan me hinë xhenet. Po ki mu udhëzuar atje në rrugën e drejtë që çon drejt xhenetit, edhe vendit shpërblimit Allahu subhanahu wa taala. A shikon vëllezër Ibn Qayyim siç e tërhesh një paralele lidhur me rrugën e drejtë këtë botë edhe rrugën e Siratit në botën tjetër. Edhe tregon se ka ngjashmëri mes tyre. Thot, varësisht se sa i ki kamt e qëndrueshme në këtë botë, në rrugën e drejtë, që Allahu e ka vendosur për robrit, pra që është Islami, thot, po aq kime pas qëndrueshmëri të kamve në rrugën në Siratin që është sipër xhenemit. E që është më i hollë se kimja flokut, më i mprehtë se tehu i shpatës, siç kanë hadithe, edhe është shumë i rrshitshëm, edhe është errësirë. Pastaj drita t'jepet varësisht, nuri t'jepet për punën që ai ke bën jetën e kësaj bote. Edhe shpejtësia se si ke me kalu është varësisht prej punëve që ai ke bën jetën e kësaj bote. Qëndrueshmërisë që ai ke pas rrugën e drejtë. Varësisht të Ibn Qayyim si ke esk në këtë botë, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ashtu ki me es në atë rrugë. A ke nxitu drejt punëve të mira? Po, ki me nxitu edhe atje dhe ki me shpëtu. E ka në hadith se disa njerëz e kalojnë sa hapën mbyll syt, disa sa vetima, disa sa fryma, disa sa kuajt e shpejt, disa sa devet e shpejta, disa vrapojnë, disa ecin, disa kanë dritë për para sa malet, disa në anën e djathtë, e disave ju bën dritë vetëm gishti i madh i kamës, është tërësirë e plot. Edhe heri, thot pejgamberi sa më ndizet heri fikët, për shkak të imanit dopt, veprave dopta që i kanë pas. Kur ndizet të es, kur fikët, nuk ka mundësi se nuk e sheh rrugën. E disa, thot pejgamberi sa më këmba dora zhag, e disa tërhiqen nga engjëjt edhe ka përcejnë, për shkak të imanit edhe punëve dopta që i kanë pas. Andaj thot vëllezër Ibn Qayyim rahimahullah, le të shikon njeri mirë sa është në jetën e kësaj bote lidhur me dyshimet edhe epshet, cilat e pengojnë mos me ecë në rrugën e drejtë Allahu subhanahu wa taala. Se çto dyshime dhe epshe, thot janë ata grepat edhe therrat që janë anës që i kapin njerëz edhe i hudhin zjarrin e xhenemit Allahu na ruaj. Se na fundalemi këtu duke lutur Allahun subhanahu wa taala na sjell dobimat që dëgjum. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.